rikthyer, vazhdojmë tani të përgatisim një tjetër recet. Do bazohemi përsëri tek tradita dhe do t'i mbushim këto gjethet që i kemi patur në ngrirje këto, në mos gaboj? Jo. Morezjeve, janë gjethet Të lakrës. lakrës që përdora unë thjesht e kam vendosur në ujë të zjerë. Ku është ndryshimi që shumica për shembull nuk e bëjnë kur ziejnë. Unë i kam vendosur uthull. Uthull ose lëng limoni. Që të mbajë ngjyrën. Që ta ruaj ngjyrën edhe gjatë zjerjes. Ruajtja e ngjyrës, por është edhe mos hapja e gjethes. Atëre, kam gjethet e lakrës, por ka dy mënyra. Ose unë të gjitha këto i kaloj në proces termik, ose në të kundërt i marr dhe e bëj në formën e një qofte, e mishit të qoftës, brumit të qofteve. Nëse unë këto do t'i bëj në formën e brumit të qofteve, unë do të vendos një vezë. Në të kundërt të gjitha kalojnë në tigan. Atëhere. Ne i bie të zgjedhim ne. Çfarë më thuaj? Nëse ashtu si thua ti pyet si Manvisa? E largoj edhe me tigan apo pa tigan? Pra me brumin e qofteve. Apo pa. Po i lexoj edhe një herë produktet, na telefononi. Si doni ju ta gatuem, si preferoni ta shihni këtë recetë. Shpejt, po mirë, se nëse do jetë të zgjedhja për shembull për si brumi i qofteve, është shumë e shpejtë. Nuk ka nevojë për tu kardisur. Po i lexoj listën me produkte dhe na thoni si doni japrakët me gjethe lakre të zezë. Të bëjmë atë mbushjen si brumi i qofteve apo ti kaurdisim. Ja shihni një herë produktet, gjethe lakre të zezë. Lakra e zezë, lakra egër, që mund ta gjeni kudo, një lugë çaj krip, një lugë gjelle lëng limoni, 2 qep mesatare, 500 gram mish i grirë, 50 ml salcë domate, një lugë çaj speci kuq, një filxhan çaj jo plot me oriz, një lugë çaj nenexhik i thatë, krip, piper i zi dhe vaj ulliri sipas dëshirës. Japrak me gjethe lakre të zezë. Kemi gati gjethet, cilat me lëngun e limonit kemi ndihmuar për të marrë një vaj, zbuten dhe janë gati që të mbushen, me mbushjen që do ta përgatisim, e cila do të jetë o në tigan o mbushje thjesht si brumi i qofteve, me mish të grirë, oriz, qep, o do t'i shtojmë vezë dhe do t'i kaurdisim. Po, nëse unë do ta bëj si brum qoftesh, largoj salcën. Okej, nëse do jetë si brum... Në të kundërt, do shtoj salcën. Ti zgjedh, ju vendosni, unë ekzekutoj. Kështu që ndoshta vonohemi, ne zgjedhim, besoj do ta zgjedhin, meqense ka urdisëm te pjesa e tavës, themi bëjmë ato brumin ton të qofteve, se i mbushim kollaj dhe i vendosim për të zjerë. E ndryshuam mohabetin. Urdhëro. Si edhe vezën aty. Urdhëro. Marr dhe një vezë, bëjmë mbushjen. Ja ke aty vezën. Po. Atëherë. Vezët Ovital që na ndihmojnë të bëjmë receta të shijshme fantastike. Dhe ta nisim mëngjesin me vezën me përfitimet që marrim prej saj. Pra zgjodhëm, kështu që për të telefonuar mund të telefononi për të treguar se çfarë gatuani ju. Sot ta përgatisim brumin e mbushjes, masën. Shtoj të gjithë harxhin ose pakës këtu. Edhe sasinë e kripës. Oriz të parazier, qep, mish të grirë, erzak dhe një vezë. I largoj, këtu më duhen për të tjera dhe largoj tiganin, të vura flakën. Bëjmë gati orizi, mund të jetë oriz. Si të doni jo. Unë e kam pasur orizin e zjerë, që kështu nuk do ta bëj edhe atë brum të fort, sepse mua më duhet që të ketë pakës ujë. Këtë hapësirë ku të zjej orizi. Kam rritur një telefonuese. Përshëndetje. Nga puna telefononi? Nga Durrësi. Nga Durrësi. Ju dëgjojmë dhe kënaqësi të flasim bashkë. Po shoh që të bëni japrak me gjethe lakre të zezë. Po.
Të pëlqen si recetë? Po, jo, si kam përdorur në një jetë, më kam bërë me gjethe dake, kështu dhe me gjethe rushi. Po, kam provuar edhe me gjethe mani, të bardhë. Edhe me gjethen e manit, interesante. Po, edhe dhe shumë të tishme, ato majat e manit që janë të njoma në krijunë, që ato janë të njoma. Edhe japin dhe atë shien karakteristike. Po, kanë atësin e vetë. Me kë i preferon më shumë? Me çfarë i mbush? Është mbushja për të gjitha gjethet? Normal, me mish të grir, jetë spinaqe, që të njome, mish të grir, pak fare orisë dhe erzat. Po, super. U arikujtuam këtë recet, sepse nuk është një recet thjesht vetëm e pranverës, kur çelin dhe janë erzat më të freskëta, po ja që u bë ka dhe me këto gjethet e lakrës, u bën me gjethet e lakrës kushi, me gjethet e manit që na e përmendi zonja. Po sot çfarë keni gatuar? Unë sot për drek, kam për të bërë, nuk e di si thonë i që jam dhe se unë jam nga përmetin, që vi lakror me miell mistri, me 8 posë dhe 7 lakë, të ashtu e do burri. Si ajo pispilia, me çfarë e mbush, me presh? Po, me presh, jetë edhe pak spinaq, jetë gjizë, edhe gjizë. Pak posë, po jetë pak, jetë posë dhe pak të jezë. Pra përgatit petën e poshtme me mielin e mistrit, mbushje në mes dhe petën e sipërme. Miell mistrit çfarë i het tjetër? Jetë vezë, vajulliri, ujë? Miell mistrit, kur e jetë lartë, dhe spërkat me posë, edhe vajulliri. E kuptova. Kur të thonë që nuk jetë posë, e bëjnë ujë, të ngrotë edhe me vajulliri. Edhe vajulliri. Ju bëft mirë, sigurisht që ju ta shoqëroni me kos, me dhall, si të shkojnë më së miri pispilit, lakrorët. Dhe të falenderojmë shumë që telefonove, të urojmë ditë të bukur. Atëherë. Faleminderit shumë, ndërkohë, rikthehemi. Salcën e kisha. Zota Lëmënjan, shtoj salcë tjetër nga i vari që kemi, nga pema. Vaj, ujë, derisa të krijoj një salcë të duhur duke shtuar kripën dhe piperin në fund fare. Kjo ishte edhe arsyeja që unë e lash. Do ta lë derisa të krijoj atë masën e duhur kompakte. Do të shtoj sërish ujë. Kaq më duhet sa të fluskoj. Derisa të jetë e duhura. Po. Do shtoj tani fillojmë që ti bim aromatike. Po, çfarë nga bimë do të zgjedhim? Përshëndetje, kam bëritur ndërkohë një tjetër telefonat. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Si një u shoh që jeni si Gjeraqina jeni. Po mirë themi. Që të dyja që jeni si florist. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për komplimentin. Shiko, është diçka që njerëzit që ndihen mirë vetë, patjetër që do flasin mirë fjalë të bukura. Po bëni japrak me ose dolma. Dolma. Me lakët zezë. Unë s'kam bërë në një, në fakt. Me lakët zezë, jo, me lakët të bardhe, me gjethe rushi kam bërë, po me lakët zezë, me thonë drejtës s'kam bërë në një. Ja, do ta shikosh recetën deri në fund, se Albana tani do filloj besoj që ti mbushi gjethet. Edhe do ta testojmë patjetër, mezi po presim që ta degustojmë dhe ta provojmë si ka dalë. Një zonjë para jush, na tha që edhe me gjethet e manit del shumë e mirë, kjo pjesa e mbushjes, ja pra kushia që merr në fund fare. Kështu që janë disa variante, gjethet e lakrës së zezë, të lakrës së bardhë, të manit, gjetja e fikut, gjetja e rushit, po. I kemi pemët edhe pse mos e shfrytëzojmë. Ka qenë me lakrën e atë, lakrën e përdor shumë në fakt. Edhe mirë bën. Unë lakrën tani në dimër e përdor shumë. Me lloj variantes, me gjelle, me mishe, me dolma. Qofte mund të bësh gjithashtu, omlet me lakrën, salat. Po, e fash dhe Albanën para sa ditëve që bëri ato qoftet, se unë ndjek se ulim këtu
Ulem të pikapen të më ndjek juve gjithë ditën. Faleminderit. Të falenderojmë, urojmë dhe shpresojmë që të mbushim orë të këndshme në ditën tënde. Dhe të falenderojmë, të urojmë ditë të bukur. Vazhdo të na ndjekësh. Të përfundojmë dhe këtë recetën e shumëpritur. Shifeni pak nga zjerja, Shiko, ja. nga lëngu i limonit, vazhdon të jenë me shkëlqim, vaj ullirit gjithashtu. I mbështjellim mirë dhe i vendosim njëra pas tjetrës, Direkt në radh tigan. pas radhe. Direkt në tigan. E pak nuk vendosa gjethe. Poshtë. Direkt tek salca që zgjodhëm ta kishim sot, tajvarin e pemës, që është shumë e shishme, provoni ta gjeni dhe ta konsumoni. Dhe kështu do të vijoj me të gjitha gjethet. Duket mua, po këto janë më rezistente si Normalisht Si që gjethe. është edhe limoni ose uthulla që ndikojnë më tepër, po kjo është edhe një gjethe më e fortë. Dhe me fort, me gjërë, Po. është më e madhe, mban më shumë mbushje, të nderon me pak fjalë. të nderon. Bësh recetën. I shohim dhe së bashku dhe një herë japrakët me gjethe lakre të zezë dhe ju vazhdoni të na bëni shoqëri në punën tonë. Gjethe lakre të zezë, një lug çaj krip, një lug gjelle lëng limoni, 2 qep mesatare, 500 gram mish i grirë, 50 ml salcë domate, një lug çaj spec i kuq, një filxhan çaj jo plot me oriz, një lug çaj energjik i thatë, krip, piper i zi, vaj ulliri sipas dëshirës. Pra këto janë japrakët për sot. I kemi sjellë në të gjitha variantet, edhe me gjethet e rrushit, edhe me gjethet e fikut në Mosgaboj, me lakrën po e po. Heqim Është radha e gjithmonë, lakrës së harrojmë, heqim zezë. pjesën Kërcelit. e damarit të mesëm, sepse kur del jashtë quhet kërcell. Po. O, ale. Pra unë kam bërë më pak, sepse normalisht kjo gjethja e madhe për shembull të nderon. Gjethet e mëdha vendosen në mes dhe gjethet e vogla anash. Por unë thjesht nuk po i bëj në një Edhe pak mbushje, sa ajo është pak më e madhe. Ndërkohë jedemi sy japrakëve, dhe shoh japrakët duke hequr edhe japrakët cilat i kemi gatuar për ambisat që tani hynë në ekranin ton. I kemi vendosur një peshë sipër, kam vendosur që peshën. veprojmë me çdo gatim japrakësh, që ato të rinë të puthitura me njëra tjetrën, Një të sekond. mos hapen. Shiko, dhe o, Shiko, ne më jep për jo, të lari kemi, një- kështu që e kap kështu siç e ke me e të marrë një dorezën. letë, prit, opa, një sekond. Ja, vendose këtu direkt, që mos bësh shtëpisë. Vendose këtu direkt. Dhe do ta lë derisa, jo të shterojë, sepse mua më duhet që të kem atë salcën Nga aromat përsipër. është shumë e mirë. Në fund Edhe ajo fare salca mund të që ke shtoni shtuar. aromat e duhura, si të dëshironi. Unë po e lë pak sepse nuk më prish punë, e vazhdon procesin. Nëse unë do ta kisha në furrë, do ishte brum, do ishte kek, normalisht që mua më prishet. Do të fajmë, do t'i Atëherë, gatuajmë, do t'i serviri me pak limon, ose... këto të mëdhat kështu siç janë. vendosen gjithmonë anash. Dhe të vogla, sepse është në varësi të gjethes, dhe i vendosim në mes. E lëm derisa të mpikset. Dhe në të kundërt, nëse mua më është bërë do ky gatim, atëherë marr pak nisështe ose mielin, prandaj thebun që unë në përgjithësi marr mielin që është për të gjitha përdorimet, për të Ne gjitha gatimet. gatuajmë çdo Dhe resetë bëj me një të. salcë pak sa më të trash. Me e mira është me nisështe me e mira, sepse nisështeja është për salcat. Po kur nuk kemi, marrim një miell aty, ç'është ai bluja është për gjitha, po, bluja është për gjitha përdorimet. Bluja është super. Po i kam mësuar gjitha për mend që i kam mësuar Edhe çfarë. mielli misrit, po nuk kanë Ah, një eksperimentuar sekond. ola me shumë ngjyra, atë që të identifikohet me një ngjyrë. Për shembull, të te ky zakonshme. keku shumë mund t'i vendosni të tre ngjyrat. Qoftë Super, mirë për me të të gjitha, përdorim. me të gjitha. Edhe Mjafton, farinat, po. Vetëm thekra mos jetë. Po i thash të gjitha? Me thekrën do të gatuajmë ndonjë ditë bukën, se Po, buka i thash të është gjitha kemi thua? thënë. Nuk e di nëse i kam lënë dhe një, do t'ju them nesër. Kemi kohë deri nesër, ndërkohë bashkë do t'i përsërisim edhe një herë recetat, shumë pak minuta na kanë mbetur, 3-4 minuta, edhe nëse kemi minuta shtesë,
mund të vendosni numrin në ekran për të mirëpritur telefonatat e anvisave tona për të na vlerësuar se cila recetë do të zgjidhin ato. Po me unë Si po në e vend vendos të parë. prapë. Ti vendose të zgjedhë Po e vendos të zgjedh. I marrim kohën e duhur sepse tava besoj se nuk do më tepër për të pjekur, është në rregull. Ka Një mollë në ditë doktorit i thotë ik. Është e vërtet ajo. Dhe 2 dhe 3 më shumë, vetëm duhen zgjedhur ato mollët që janë sa më të shtrembra, ato ngecjet e vogla, krimbrat. Po? Sepse është një mollë ose një produkt që nuk është përdorur pesticid, nuk e ka kaluar këtë fazën e pesticideve, siç po dëgjojmë që edhe për mandarinat apo zmbeti asnjë produkt pa u prekur nga këto pesticide dhe njerëzit kanë atë pikpyetje, dilemat e mëdha, çfarë të konsumojmë, çfarë të ham, kur të gjitha po dalin me pesticide të rrezikshme. Ndërkohë, kemi telefonat, nëse kemi e mirpresim, në të kundërt bëjmë një përmbledhje të recetave. Nisëm me tavën me mish keci, qingje apo pule, siç zgjodhëm ne sot, me qep dhe me oriz. Ju duhet qep të njoma, oriz, hudhër, salcë koncentruar, oriz siç e thash 1 filxhan, 5-6 gjethe fiku, ne zëndësuam me gjethet e lakrës egër, sepse i kishim dhe për japrakët, pak vaj ulliri, bim aromatike siç ishte majdanozi, i shkon shumë kësaj recete, krip dhe piperizi për të rregulluar shijen. Kjo ishte tava me mish dhe qep të njoma, e përfunduar, e keni në YouTube-in ton vetëm pas pak, do të postohet aty. Përgatitëm edhe japrakët me gjethet e rushit, me gjethet e lakrës së egër, sepse japrakët gjithmonë të shkon me të gjethet e rushit. Gjithsesi ka anvisa që i kanë ruajtur në frigorifer dhe i përdorin tani. Në dukshmëri duken të tilla. E keni dhe në ekran recetën, pra gjethe lakre të zezë, krip, lëng limoni, me lëngun e limoni do t'i spërkasni, pasi t'i keni zier, i spërkasni me pak lëng limoni, 2 qep mesatare, 500 gram mish i grirë, 50 ml salcë domate, 1 lugë çaj speci kuq, 1 filxhan çaj jo plot me oriz. Mirë është tjetë orizi i parazier, pra do t'a zini më përpara se t'a gatuani këtu. 1 lugë çaj me nënë gjik të thatë, krip, piperizi dhe vaj ulliri. E shikoni ju vetë sa ju duhet për vaj ulliri. Tavolina jonë në zhborç, ka të thotë që të gjitha produktet i kemi ezauruar, ne po bëjmë atë fazën e riciklimit të produkteve që na mbeten në frigorifer, siç veprojmë edhe në shtëpitë tona, që ti riciklojmë e ti sjellim, asnjë gjë nuk hidhet poshtë. Po i lëmë dhe japrakët të ziejnë, po i lëmë edhe kekun me moll për të pjekur dhe të gjitha do t'i gjeni jo vetëm në rrjetet tona sociale, por edhe në kanalin më të madh të emisioneve të mëngjesit në YouTube Rrezë Dielli. Të gjitha ikën edhe ti avash. Do ikë edhe unë avash. Do të flasim për një temë shumë të zakonshme, siç është uji, duke i dhënë disa le të themi përkufizime komplet ndryshe nga ç'ime mësuar deri në ditët e sotme për ujin e pishëm. Si ai mund të na shërojë, mund të na shërojë në disa forma përmes një revolucioni të jashtëzakonshëm japonez që ka mbritur në Shqipëri. Ju pres pas pak. Faleminderit.